Miq, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Është premtuar që dhe ne kemi kërkuar gjithmonë që Shqipëria do të jetë në rrugtimin e saj drejt zhvillimeve të mëdha dhe drejt Europës. Shumë shqiptarë kanë shkuar në Europë për të punuar, luftuar dhe për të ndërtuar jetën e tyre, por të shumt janë ata që po vinë nga Europa, po vinë këtu në Shqipëri, aty ku është edhe qendra e Europës me zhvillimet që po merr industria e ndërtimit dhe e zhvillimit ekonomik në Shqipëri. Për këtë arsye, do doja t'ju njoftoja që do të kemi një cikël podcastesh për sa i përket fushës së real estate-it në centri IST1 Albania dhe ku jemi konkretisht në zyrën centri IST1 Astoria bashkë me brokerin, shefin e kësaj zyre, të një nga 43 zyra dhe mbi 400 agent në Shqipëri me Fisnik Hashkajn, të cilën e falenderoj shumë që gjeti kohën dhe nga hapësira e tij për të ndarë disa nga eksperiencat prej vitesh për sa i përket fushës së agjencisë imobiliare, siç është edhe centri IST1 Astoria. Të falenderoj shumë. Edhe për mua kënaqësi. Do doja dija për sa i përket, duke qenë se edhe unë rishtas jam pjesë e kësaj zyre, do doja dija më shumë për sa i përket çfarë po ndodh dhe për gjithë ata që do të ndjekin këtë video dhe ciklet e tjera të videove, çfarë po ndodh me fushën e ndërtimit në Shqipëri, duke parë që gjithë po e shohin se ka marrë një zhvillim kolosal. Të falenderoj Altini, mirë se na u bashkove të zyra jonë dhe në industrinë më të bukur në botë. Unë e kam ndjekur këtë industri që nga viti 2017 që jam bashkuar markës Centri IST1 Albania dhe para 4 viteve edhe me zyrën time Centri IST1 Astoria ku ne jemi bashkë. Industria është shumë dinamike. Gjithmonë industria imobiliare ka pësuar rritje dhe sidomos në Shqipëri, tregu i patundshmërive, për sa i përket rritjes së vlerës, por nga 2017 kemi një rritje të frikshme. Kjo bazohet edhe te ofrimi i më tepër sipërfaqeve për ndërtim që ofrohen në Tiranë, sepse Tirana si metropol i Shqipërisë është në rritje shumë të madhe, ku blerësit kryesor janë të tipologjive ndryshme, po ndoshta mund të ndalim në një pikë më të veçantë për atë. Kështu që po ofrohet më tepër sipërfaqe ndërtimi për çfarë? Për t'i plotësuar kërkesat tona. Pra, me këtë ne kuptojmë që ka më shumë kërkesë për të blerë. Absolutisht, kjo është situata, ne sot kemi shumë kërkesa për blerje, prandaj dhe kemi një tendencë rritje në çmime, që do thotë kërkesa për blerje është më e lartë se sa oferta e apartamenteve që janë në treg. Si po ecin në zhvillimin ndërtimeve të reja kryesisht në Tiranë, aty ku është zhvendosur, le të themi, edhe pjesa më e madhe e popullatës shqiptare? Sipërfaqja e ndërtimit prej disa viteve është vendosur në për periferi. Më përpara ka qenë Bloku, Tirana Re, Liçeni That. Tashmë ne shohim ndërtime cilësore dhe në zonën ku ne ndodhemi, që është pjesa e Ish Astirit ose Unaza Re, ku jemi edhe në pjesën perëndimore, po edhe në pjesën lindore, duke na ndarë rruga ose mbi kalime ose rruga e shpejtë që është krijuar, Unaza e Madhe. Pra, po shohim një rritje të sipërfaqes së ndërtimit në zona ndryshme, në Fresk, në Paskuqan, të Bulevardi i Ri, etj. Kryesisht kush blen sot në Shqipëri? Po, blerësit kryesor janë pa diskutim rezidentët, vendas, shqiptarët, por kemi dhe një kategori blerësish shumë të madhe që është deri në 20% nga shqiptarët që jetojnë në diasporë. Dhe pjesa tjetër, 15-20% janë të huajt. Ku blen të huajt? Blen kryesisht në metropol ose në Bregdet. Për çfarë, cilat janë arsyet që blen njerëzit sot? Pyetje shumë e bukur dhe pjesa kryesore janë patjetër rezidentët vendas këtu që kërkojnë një shtëpi për banim, si alternative qirave. Janë persona që janë jashtë, kanë një lidhje nostalgjike shumë të fortë me Shqipërinë, ku duan ta kenë një shtëpi pushimi, qoftë në Bregdet apo në Tiranë, janë dhe kategoria që duan për investim, qoftë për apartamente rezidenciale, qoftë edhe për prona komerciale. Ne kemi një mix, do thoya, të plotësimit të kërkesës për banim në apartamente rezidenciale, por kemi edhe një fokus të veçantë tashmë në vila, në prona luksi
dhe në qendra multifunksionale apo komplekse multifunksionale, sepse kemi parë në këto vite që komplekset të cilët përmbajnë disa facilitete brenda janë shumë të kërkuar. Por normalisht edhe këto janë ato prona, le të themi, që kushtojnë akoma më shumë për shkak të faciliteteve, për mundësive që t'japin dhe domosdoshmërisht ndikon edhe reflekton edhe në çmim. Njerëzit në përgjithësi mendojnë se është krijuar një lloj ngërçi. A ekziston realisht një lloj ngërçi në tregun shqiptar apo është keq kuptuar kjo pjesë? Unë do thoya kështu, për sa kohë që ne kemi ende mungesë pronash në treg për t'i plotësuar kërkesat e klientëve tanë të nderuar, nuk ka ngërçe. Përkundrazi. Ka ende nevojë për prona aktive për shitje. Ka disa zëra që thonë që janë disa prona që rinë bosh. Altini, ato shfrytëzohen ato prona. Ato jepen me Airbnb, ose janë me qira, ose dikush, për sa kohë që nuk kemi edhe taksa për pronë të dytë, të tretë, mundet edhe të qëndrojnë, por definitivisht nuk janë për shitje. Derisa nuk janë për shitje, tregu ka kërkesë edhe për pallate ekzistuese dhe për pallate të reja me cilësi nga më të ndryshme dhe nga më të lartat e ndërtimit. Qëndroj pak te pjesa e cilësisë që kam përshtypjen që është gjë më e rëndësishme dhe këtë e kuptuan më së miri edhe shqiptarët që pas tërmetit në 2019, sa ndikon cilësia e ndërtimit në vendosjen e çmimit? Ndikon shumë. Është një nga faktorët kryesorë, le të themi. Ndikon shumë sepse sot po shohim komplekse me sipërfaqe të gjelbërta, po shohim komplekse pranë faciliteteve të ndryshme, shkolla, institucione shtetërore, por jo vetëm kjo, edhe kostoja e materialeve të ndërtimit, do afektoj çmimin. Gjithashtu, sa më eficiente në energji të jetë godina, apo t'jenë apartamentet, aq më kursimtare janë ato dhe aq më konkurrencë bëhen për pallatet ekzistuese të kohës më parshme që i quajmë ne. Prandaj do afektojnë rritjen e çmimit, por edhe kërkesa e shtuar që disa familje kanë për të jetuar në vila. Jo larg Tiranës, por gjithashtu të jenë të veçuar në ajër të pastër, në siguri, me komunitete të mbyllura që janë. Dhe kjo ndikon pasaj që në vendosjen e çmimit. Ne dim që tu në Shqipëri është për pjesën e vlerës monetare, dëshira dhe kërkesa nga vetë shqiptarët, le të themi edhe familjet e reja, shkon shumë pranë marrjes një prone dhe një pasurie të palujtshme. Një nga vështirësitë është edhe çështja e zotërimit, le të themi, të shumës për të paguar një pronë X. Sa ndikon dhe çfarë marrëdhëniesh keni ju me bankat në Shqipëri? Pa diskutim që agjentët tanë janë të trajnuar për t'i dhënë një shërbim one-stop shop klientit, i cili përfshin dhe konsulencë financiare për një investim, për një biznes, përfshin dhe konsulencë bankare dhe konsulencë notariale. Kështu që sot çfarë roli ka financimi bankar? Po, financimi bankar sot luan një rol kyç në blerjet e apartamenteve, pasi jo të gjithë do të disponojnë të gjithë sasinë e parave. I drejtohen bankës dhe kjo nuk është një përqindje ulët, por është një përqindje shumë e lartë. Pra sot ne shohim nga statistika. Pra të atyre personave që drejtohen bankës. Nga statistikat e Bankës së Shqipërisë, ne kemi informacionin që sot rreth 70% e blerjeve bëhen me kredi, për sa i përket shqiptarëve, sepse të huajt e kanë blerjen komplet pa kredi, e kanë me pagesë të plotë. Shqiptarët sot i drejtohen bankave, sot është 70% dhe nesër mund të jetë 80-90%. Si ka ndryshuar çmimet e pronave përgjatë vitit fundit dhe viteve të fundit, pra si ka qenë ecuria e kurbës? Tregu në Shqipëri, kudo ka ulje ngritje, pra është një cikël, por në Shqipëri ka ndodhur një fenomen që tregu i patundshmërive ka pasur vetëm rritje. Ka pasur një rritje relativisht të ulët deri nga 2017-2018 dhe ka pasur një rritje shumë të madhe nga 2017 dhe deri tani. Si shpjegohet, tani Shqipëria është në zhvillim, Altin. Këtu po zhvillohen rrugët, po ndërtohen rrugë, po ndërtohen aeroporte, po ndërtohen
tunele, të gjitha këto, po ndërtohet unaza e madhe, tashmë pritet deri në fund të dhjetorit, që Tirana do ketë ato unazën e madhe ku ti për pak minuta je në Fresk, për pak minuta je në Tek, për pak minuta je në autostradë. Pra lidhesh me çdo gjë vetëm për pak minuta. Dhe infrastruktura jep goxha vlerë pronave në ato segmente. Por gjithmonë është aluduar dhe është thënë edhe nga gjithë ata që pala interesit që duan të blejnë dhe të kenë të zotrojnë një pronë, thonë që viti i fundit ka qenë ai që ka pasur një ndryshim komplet të kurbës dhe gjithmonë thuhet jo po pres një moment të dytë. Pra është një lloj dileme tek klientët blerës, ata që duan ta kenë një pronë. Është futur, është thyer pak ajo trendi, le të themi, i njerëzve që kanë filluar ta kuptojnë rëndësinë e pronës, pasurisë së paluajtshme. Por kanë atë që tërhiqen për sa përket se thonë do pres një moment tjetër. Do ndodhi, do zbresin, ë? Po, do zbresin. Si këshilla juaj si. Okej. Informacionet që ne kemi janë që deri në vitin e fundit ne kemi pasur rritje në patunshmëri edhe me 10 deri në 20%. Dhe kemi pasur Altini për ndonjë farë të drejtë, kemi pasur një qëndrueshmëri çmimesh në zona periferike. Mund të marr shembull këtu zona e Paskuqanit. Përpara ka qenë shumë larg, sot nga bulevardi i ri shkohet për 5 minuta nëpërmjet bulevardit. Dhe këtu ne kemi një lloj qëndrueshmërie. Mendojmë si ndërmjetës dhe si profesionist në këtë fushë që mundet të ketë një downturn, pra një ullje të vogël 5 deri 10% vetëm në zonat periferike, ku pjesa e ndërtimit po shtohet, sepse mendojmë që pjesa e ofertës si po ndërtohet mund t'ja kaloj pak pjesës së kërkesës. Dhe këtu mund të kemi provizorisht për 1 deri në 2 vite, një ullje të lehtësme. Pra, ju po thoni që do të ketë një lloj trendi, le të themi, që do të ketë rëndje ose një lloj fleksibiliteti. Po, jo i përgjithshëm. Pra, nuk po flasim për gjithë, po me mini zona mund të presim një 5 deri 10% për 1 deri 2 vite. Pastaj trendi do të vazhdojë të jetë aktualisht cila është zona që ka një rritje të konsiderueshme të çmimeve? Ju thoshte që qendra do të jetë ajo që do të lëvizë. Qendra ka qenë. Gjithmonë është më e kërkuar. Shiko, ne kemi ndërtime të reja në zona që nuk ka pasur. Vazhdojmë me bllokun si zona më e kërkuar, vazhdojmë me liçenin me Thatë si zonë tjetër shumë e kërkuar, por kalojmë edhe te Zogu i Zi, që është një nga zonat me më trafik në Tiranë dhe respektivisht edhe e kërkuar për banim edhe për biznes. Pastaj kemi dhe zonat, si që jemi ne, ku ndodhemi ne me Zyrë në Astir, që është zona e dytë më e banuar në Tiranë, nga statistika që kemi nga Bashkia e Tiranës. Astiri bashkë me periferitë e veta disponon sot një numër popullsie rreth 120.000 banor. Pra kjo e bën zonën e dytë më të banuar në Tiranë, zonën e dytë më të kërkuar për banim në Tiranë dhe zonën e dytë më të kërkuar edhe për anën komerciale. Pra nuk ka kompani me emër sot që nuk do të jetë pjesë e këtij komuniteti të Astirit. Si ndikojnë faktorët ekonomik, inflacioni, politikat qeveritare në vendosjen e çmimeve? Pa diskutim që edhe këto janë arsye që duam ne do ndikojnë në rritjen e çmimit. Inflacioni rreth 5% ndikon në rritjen e çmimit. Rritja ekonomike rreth 5% në vit edhe ajo ndikon. Por edhe rritja e të ardhurave të shqiptarëve, Altini sot kompanitë, informacionet që ne kemi, do duhet të paguajnë më tepër dhe po rrisin pagat si për t'i mbajt këta punonjës mrekullueshëm të kualifikuar që i kemi këtu, që qëndrojnë këtu. Dhe këta duke pasur së fundmi dhe një thirrje nga Ministri i Financave bëlte thirrje edhe bizneseve të privatit që të reflektojnë në proporcion me institucionet publike, me vlerat e pagave që kanë institucionet publike, që prej kohësh edhe ato kanë reflektuar në rritjen e pagave të tyre, por thirrja është edhe për që kjo të ketë një lloj përgjegjësimi në gjithë tregun shqiptar të popullatës dhe të gjithë atyre që ushtrojnë aktivitetin. Kudo, edhe në Bregdet, edhe ku ka turizëm, po sidomos, po flasim për Tiranën.
Nëse çiftet e reja sot do të kenë të ardhurat më të larta, Altini, ato fillimisht mund të përballojnë ndoshta një qira më të lartë, por ata do shkojnë edhe te një blerje më e mirë, te një kredi më e madhe, te prona më të shtrenjta. Po për sa i përket tregut të qiradhënies ose qiramarrjes, se pronave që merren dhe jepen me qira, a është në të njëjtin proporcion çmimi i qirave në atë se çka është në shitblerjen e pronave? Po, unë e shoh në proporcion dhe paralelisht. Pra, sot në Tiranë vinë nga statistikat e Bashkisë së të Tiranës, ne kemi 20 deri 30.000 njerëz që vinë. Pra po flasim për 10.000 deri 15.000 çifte të reja, migrantë, pra shqiptarë, nga qytetet tjera, që vinë në Tiranë. Dhe këta do akomodohen diku. Pra o do shkojnë të qirat, o do shkojnë të blerjet. Kjo rrit kërkesën e qirave, por kemi dhe kategoritë të tjera që rrisin kërkesën e qirave. Sot është zhvilluar dhe biznesi i Airbnb, apo atyre që ne i themi qira afatshkurtër, ditore, javore. Kështu që ka një numër jo të ullët. Bizneses të vogla, kryesisht individ apo persona fizik që blejnë apartamente apo marrin me qira për t'i dhënë ato me qira ditore. Dhe janë jo pak, po 18 deri 19.000 apartamente sot në Tiranë që shfrytëzohen vetëm për këtë punë. Dhe kjo ka ndikuar në rritjen e qirave, kryesisht garsonjere 1+1, 2+1 dhe 3+1 dhe vila kanë pësuar një lloj rënë të lehtë. Dhe komercialet janë rritur. Ju thatë shumë bukur që në rritjen e qirave ka ndikuar Airbnb-a, por në rritjen e çmimeve të pronave për t'i bler, a ka ndikuar dhe rritja e qirave? Tani, rritja e qirave ndikon me se zbën në rritjen e çmimit, sepse unë si person do thoja, sa ta marr me qira, më mirë po e blej, sepse është shtuar trendi i blerjes pronës, i blerjes qoftë edhe me financime burime tjera, financime bankare tjera, sepse e kam timen. Pra do paguaj disa këste, por e kam pronën time mbas X viteve. Zonat më të preferuara për qira, cilat janë në Tiranë kryesisht, duke marrë shkas edhe nga zhvillimi i turizmit? Një gjë e re që ne kemi vënë re kohët e fundit është që po preferohen zona ku ka shkolla apo universitete. Shkolla ndërkombëtare kryesisht dhe janë zona relativisht elitare dhe zona ku ndodhen universitetet, sepse aty vjen pjesa më e madhe dhe ne sot kemi mungesë në treg të konvikteve, siç janë nëpër botë, apo të apartamenteve të përshtatshme për studentë. Kështu që këto zona janë hot spots për qiramarrje. Për ndryshe e gjithë Tirana ka një diversifikim në shtrirje. Po, duke marrë shkas edhe nga ato siç ka thënë pak më parë, për sa i përket unazës madhe, i facilitetit, infrastruktura, aksesi e gjitha këta, domethënë Tirana është bërë, domethënë shumë e përdorshme, le të themi, nga të gjitha. Tashmë në fresk shkon për pak minuta dhe nuk ke nevojë të shkosh mes përmesjave. Një nga pikpyetjet më të mëdha është ajo për sa i përket atyre që na ndjekin, pra, gjithmonë e kanë atë pikpyetje dhe ne e kemi pasur kur është momenti që ne do të hedhim hapin për të investuar, për të pasur një pasuri tonë të paluajtshme. Ti e di shprehjen, koha më e mirë ishte dje, pra iku ajo djeshmja. Respektivisht mbetet e sotmja për të përfituar nesër pas nesër. Tregu do rritet, Altini. Tregu do rritet me se zbën për gjithë faktorët që ne i përmendëm. Kryesisht për shkak të kërkesës lartë. Pra do njeri do ja shofi benefitin një prone, qoftë edhe nëse blen për banim, nesër pas nesër ka një vlerë më të lartë për rishitje. Lum ai që blen sot ose lum ai që ka bler dje, por paktën të kapim sot me se jemi ende në kohë. Një sugjerim tuaj si ekspert i pasurive të paluajtshme për sa i përket dikush ka nevojë shumë po ja aplikojnë nga shqiptarët që janë jashtë, që kanë ikur prej vitesh, jetojnë në diasporë, duan të kthehen në Shqipëri ndoshta, janë një pjesë shumë e mirë e tyre dhe thonë pse të mos investojmë në Shqipëri. Një sugjerim i juaj ose një këshill e juaj se për çfarë mund të sugjerojnë pasuritë e paluajtshme? Çfarë oportunitetesh, mundësish ka krijuar tregu shqiptar në pasuritë e paluajtshme për të investuar? Mundësitë janë pafunda, Altini. Realisht janë të pafunda
ne na vim shumë klient që kanë X buxhet dhe në varësi të buxhetit, mund të jetë 300.000 euro, mund të jetë 400.000 euro, kryesisht nga jashtë, ne i rekomandojmë një diversifikim të portofolit, sepse ajo ule dhe riskun dhe rrit mundësit e return on investment dhe rikthimit të investimit. Pra, ne do thonim që ble një apartament 1+1 në Tiranë, mund ta blesh në një zonë më hotspot, siç është Liçeni That, mund ta blesh dhe një në zonë periferike. Në varësi të buxhetit mund blesh edhe i pronë në Qerret, apo të Gjirilarcit, por mund blesh edhe në Bregdetin e kaltërt të jugut që ne kemi, pra në ato Maldive tona. Dhe çmimet aty Altini janë sot discount, do thua se Besnika jenë të rezi, do në discount 3.000 euro, 4.000 euro, metri katror. Hajde ti krahasojmë pak me vendet e rajonit. Ti krahasojmë me Malizi, Kroacia, Malta, Greqia. Kemi janë shumë herë më poshtë. Janë shumë herë më lartë dhe taksat për pronat e dyta, pronat e treta janë shumë të larta. Këtu po bisedohet, po flitet që të futet një taks për pronë dytë, për tretë, megjithatë edhe nëse do futet ajo totalisht e papërfillshme. Aktualisht nuk kemi asnjë taks. Kjo është mundësi shumë e mirë për të investuar, në këtë moment që ne flasim është mundësi shumë e mirë për të përfituar nga rasti që nuk është futur akoma taksa e pronës dytë, tretë apo të disatës. Ne kemi parë Altini do është habitshme për pak vite me disa 100% rritje të çmimeve, pra për në 4 vite, 400% një rritje, një apartamenti me pamje nga deti në Sarandë. Unë druaj që për shqiptarët, nese pas nese, mund të jetë më pak e përballueshme për ta blerë një pronë. Pra sot është ende mundësia për ta blerë një pronë në Bregdet, kudo qoftë nga Velipoja deri në Ksamil, dhe trendi do jetë rritës me zhvillimin e infrastrukturës, pra tuneli, aeroporti, autostradat, të gjitha këto do bëjnë që aksesi të jetë më i lehtë dhe kërkesat të jetë më lartë. Pra, më ndojë edhe pyetje që unë duhet pyesja për sa i përket tregut në vazhdim, në muajt e ardhshëm, në vitet e ardhshme, për gjithë ata, ndoshta edhe për nesër, se ne e thamë që nuk bëjmë krahasime me muaj me vite, por edhe nesërmja është shumë vonë për ata që duan të investojnë dhe të kenë një pronë, pra. Çfarë pritet të ndodhi me tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri në vazhdim? Ne gjykojmë që do ketë një rritje. Duke marrë shkas nga projektet që janë prezantuar dhe nga qeveria, nga politika, që ata janë ato Ministria e Turizmit, Zhvillimit ekonomik, gjithë ata janë faktorë që ne na ofrojnë, siç e përmendën dhe pak më parë ju, aeroportet, portet, marinat, që po ndërtohen, mundësitë e arta që janë në Shqipëri, 10 milion ishte edhe për këtë vit, pra vizitorë në Shqipëri, çdo vit ne po i kapërcejmë të dhëna dhe këto janë faktorë tregues që Shqipëria po merr një zhvillim. Çfarë pritet të ndodhe me tregun e pasurive të paluajtshme? Ne presim një rritje të qëndrueshme në vitet e ardhshme. Blerësit që do kenë peshë të madhe do vazhdojnë të jenë blerësit e huaj dhe do rriten blerësit e huaj, sepse për fati kemi gjitha këto komoditete, mali, deti, klima mesdhetare, dielli etj. Dhe qerat do pësojnë rritje në vazhdim. Duke të falenderuar për atë se çka bashkëbiseduam dhe ju ofruam gjithë atyre që do të ndjekin dhe ndjekin këtë video, unë ju premtoj dhe uroj që kjo të jetë një i parë le të themi për të nisur një cikël podcastesh le ta quajmë ose bashkëbisedimesh, të jemi sa më afër njerëzve për t'i ofruar, informuar dhe t'i dhënë atë se çfarë kanë në dilemat e tyre, në pikpyetjet e tyre, një informacion pak më detajuar për sa i përket kësaj çka ne trajnohemi dhe mësojmë çdo ditë në fushën e pasurive të paluajtshme, ndoshta ku njerëzit nuk kanë dhe shumë informacione dhe rrinë të tërhequr, të kurrur për sa i përket hedhjes hapit për të investuar në diçka që është prona më e rëndësishme se sa ajo vlera e parave që ju mund të keni në xhepin tuaj apo në arkat tuaj apo në mundësitë që kanë shqiptarët sot. Pasuria e paluajtshme është ajo që i rritet vlera çdo ditë e më shumë, çdo orë që kalon. Ku mund t'ju gjejmë, si mund t'ju gjejmë, çfarë ofroni dhe për atë që po na ndjek tani? Unë po e shfrytëzoj këtë mundësi Altini për t'i bërë një thirrje blerësve dhe miqve tanë, por edhe shqicave të kontaktojnë
me një nga ekspertët imobiliar të zyrës Centri Istenia Astoria për të marrë këshilla ose për të biseduar për mundësi të mira shitje, blerje, banimi ose edhe investimi. Dream big, Move fast. Pra, ndërroni shumë dhe lëvizni shpejt, nxitoni sa më shpejt që e nesërmja mos jetë vonë asnjëherë t'i bini kokës me grushta. Ne kemi dëgjuar histori, ndoshta edhe nga familjarët tonë që thonë do e kisha marrë atë dyqanin para 10 viteve, do e kisha më iku, po vazhdojmë, mos thoni as sikur ta kisha bërë. Kështu që mendojeni, këshilloni dhe merrni informacion me një nga 43 zyrat e Centri Isteni Albania, siç është edhe Centri Isteni Astoria, me brokerin Fisnik Haçka, të cilën e falenderoj që gjeti kohë dhe hapësirë nga gjithë ato përkushtimet që keni gjatë ditës tuaj, me takime dhe mundësitë që jepni edhe klientëve tuaj. Të falenderoj dhe uroj që kjo të jetë një gjë shumë pozitive për gjithë ato që do ta ndjekin dhe në fushën e real estate-it, pronave të paluajtshme. Faleminderit edhe ty që na dhe këtë mundësi dhe që u bë mbar, kënaqësia ishte ime. Faleminderit. Miq, ju përshëndesim, mos nguroni të na kontaktoni dhe të na shkruani edhe te kjo video, mund të na bëni komentet, pyetjet tuaja për sa i përket dilemave ose pikpyetjeve që keni për sa i përket pasurive të paluajtshme. Ju përshëndesim.